واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, një pjesë të rëndësishme të Kur'anit, e ka zbrit ngjarje. Po ashtu edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur shumë ngjarje nëpërmjet të cilave Allahu subhanahu wa taala e edukon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, I edukon shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe na edukon edhe neve. Allahu I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Kadhalika naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dhe na kështu ty të shpallim informacione dhe histori nga pejgamberët e mëhershëm, që ty të ta forcojmë zemrën tënde, që të bëjmë ty më të forcueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Një prej ngjarjeve që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon për ngjarjen e 3 personave të cilët I kishte sprovu Allahu subhanahu wa taala. Njërin e kishte sprovu në shikim, njërin e kishte sprovu me lëkurën e tij dhe njërin e kishte sprovu me flokët e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala dërgoi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dërgoi melek që t'i fut në sprov këto njerëz. Kaloi tek I pari dhe e pa në atë gjendje me lëkurën e sëmur dhe I tha, po të smetoj ngjarjen kështu në fjalë të shkurtra, dhe I tha meleku këtij njeriu me lëkurën e sëmur, tha, çka kishe pas dëshirë më shumëti në këtë dunja? Tha, kisha pas dëshirë me e pas lëkurën e mirë për shkak se njerëzit tallen me mua. E tha, e prej pasurisë çka kishe pas dëshirë më shumëti? Tha, kisha pas më shumë dëshirë me pas deve. Ja preku meleku lëkurën, ju shëru lëkura edhe ja dha një deve. Rrugës u taku me atë tjetri I cili kishte problem me flokët. I tha, çka kishe pas dëshirë më shumë ti me pas këtë dunja? Tha, kisha pas dëshirë me pas flokë për shkak se njerëzit tallen me mua. E tha, prej pasurisë çka kishe pas dëshirë me pas më shumë ti? Tha, kisha pas dëshirë me pas lopë. Ja preku kokën, I dolën flokët dhe ja dha një lopë. Dhe vazhdoi rrugën për t'u takuar me të tretin, I cili ishte I sprovuar me shikimin e tij. Pra nuk shinte, ishte I verbër. I tha, çka kishe pas dëshirë ti më shumë në këtë botë? Tha, kisha pas dëshirë me pa, me më kthy shikimin. Tha, e prej pasurisë, kisha pas dëshirë me pas dele. Ja preki syt, I erdhi shikimi dhe I dha dele, ja dha një dele. Të treve, u tha meleku, Allahu ju dhash bereqet në pasurinë tuaj. Edhe shkoj. Pas një periudhë shumë të gjatë, Allahu Gjelle Gjelaluhu dërgon përsëri melekun për t'i sprovu. Shkon te I pari, thot, nevojtar, udhëtar, I loft, a ke mundësi më dhon një deve sa ta kry udhëtimin tim? Thot, ja, harxhimet janë të shumta.
kena këtë harxhim, do të me blej këtë, me shitat, me bo këtë. Tha meleku, sikur po të një typit i ka. A mos ke qenë i sëmur prej lëkurës e Allahu ta kthej lëkurën e mirë dhe të dhadeve? Tha jo, këtë pasurion e kam të rëshëgu i pasur nga të pasurit, i madh prej të madhit. Tha në qoftë se je gënjeshtar, Allahu të kthet në gjendje që ke qenë. Shkojtë i dyti, i tha udhëtar, i lodh i raskapit, miskin, ama jep një lop, Allahu të treve, Allahu të treve u dha shumë pasuri. Njënit ja dha një lugin me deve, tjetrit ja dha një lugin me lop, tjetrit ja dha një lugin me dele. Një lugin, jo një shtall, një lugin, shumë. Kur shkoj të ky që kishte lop, tha udhëtar, i lodhur, i raskapitur, a ke mundësi me ndihmu me një lop? Tha jo, harxhimet janë të shumta. Kena shumë harxhime, kena këtë, kena atë. Tha, sigur po të njoh prej dika unë tyje? Tha, mos ke qenë që ke pas problem me flokët, tullat, e Allahu t'i kthej flokët, që mos mu tall njerëz me tyje, edhe Allahu t'a dha këtë pasuri? Tha, jo, s'është e vërtetë. Këtë pasuri e kam trashëgu i madh prej të madhit, madh pas të madhit. Tha në qoftë se je gënjeshtar, Allahu të kthet në gjendjen që ke qenë. Edhe shkoj. Erdh tek zotriu i deleve. I tha, udhëtar, i lodhur, i raskapitur, a mundesh me ndihmu me ndonjë dele sa ta kriju thimin tim? Tha, o filan, kam qenë i verbër, Allah më ka kthy shikimin, mi ka dhënë këto dele, merr sa të dush, çka të dush. Atëherë i tha meleku, me vërtet Allahu më ka dërguar në transmetimin e Imam Muslimit, me vërtet më ka dërguar Allahu dhash ty bereqet, kurse ata dy shokët e tu do të kthehen. E i tha, me vërtet Allahu më ka dërguar që t'ju sprovoj juve. Allahu më ka dërguar që t'ju sprovoj juve. Kjo ngjarje është mesazh për të gjithë neve. E në këtë ngjarje ka mësime të shumta. Mësimi i parë, do të zgjatem shumë. Mësimi i parë prej kësaj ngjarje është me na mësu neve në realitet që na e dim shumë mirë, por shumë shpesh pe harrojmë. Të përkujton neve se vendi ku ne gjindemi, dunjaja të cilën na jetojmë, është vend i sprovave. Është vend i testit. Është vend i punës, nuk është vend i rahatlëkut, nuk është vend i shpërblimeve, është vend i përpjekjeve, është vend i lodhjes dhe raskapitjes, është vend ku na duhet me hedh farën edhe mi vjel të mirat në botë të tjetër kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu jalla jalaluhu, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Inna khalaqnahu min amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Asi ka momenti njeriu të mendon për atë kohë ku ka qenë diçka e papërmendur, na më të vërtet e kena kriju njeriu për një copët ujë të përzier për ta sprovuar. Për ta sprovuar. Këtë realitet nuk duhet asnjëherë me harrua. Gjithçka që na godet në këtë dunjë, edhe sendi më i vogël, asnjëherë mos thëna vetes çka u bë. Është normale. Gjithçka që na ndodh prej problemeve dhe sprovave në këtë botë është normale. Kjo është normalja. Kjo është normalja. Në çfarëdo situate që na gjendemi, mbajini mend. Në çfarëdo situate që na gjendemi, jemi në sprovë nga ana Allahu xhela xhelalu. E kam thënë, dikan Allahu e ka sprovuar me shëndetin e tij, e dikan me sëmundje. Dikan Allahu e ka sprovuar me pasurinë e tij, e dikan me fukarallëk. Dikan Allahu e ka sprovuar me evlad, e dikan e ka sprovuar pa evlad. Dikan Allahu e ka sprovuar me shikim, dikan pa shikim. Dhe kështu me radhë. Mos mendon njëri prej neve se largohemi prej një situate me një situatë pak më të mirë sipas neve, edhe u ka kryer puna. Jo, tash jemi në sprov tjetër. Tash jemi në sprovën e pasurisë, kemi qenë sprovën e fukarallëkut, tash jemi në sprovën e shikimit, kemi qenë sprovën e mos shikimit, edhe kështu me radhë. Kështu duhet me kuptu realitetin e kësaj dhunjaje. Mos me kuptu ndryshe. Mos me kuptu ndryshe, për shkak se në moment kur e humbim na
kuptimin e realitetit kësaj dunjaje ndodhin problemet, ndodhin devijimet, ndodhin largimet prej rrugës së Allahut dhe rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma al-hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Kjo është realiteti i dunjas me një kënd. Në këndin tjetër fotografia si është, më na kallëzon neve se si është Allah, thot Allahu. Nuk është jetja kësaj bote diçka tjetër jashtë se loj, zbavitje, dëfrim, krenari të cilën ju e keni ka njëri tjetrit në grumbullimin e pasurisë dhe e vladve. Sikur shembulli i një shiut i cili bje, e me të cilën shi mahnitën bujqit, dhe del bereqeti prej toke, pas një periudhe thahet, pas një periudhe zverdhet, pas taj asgjësohet, o me l'hajatu dunja illa mata'ul ghurur. E me të vërtet në botën tjetër ka shpërblime të mëdhaja dhe ka dënim të dhëmshëm dhe nuk është jetë e kësaj dunjaj disë tjetër pos një përjetim mashtrues. E kemi cekë disa herë dhe cekim dhe vazhdojmë të cekim. Knatësia e vetme në këtë botë është lidhja me Allahun subhanahu wa taala. Të gjitha knatësitë e mundshme që na mundemi të kënaqemi në këtë botë janë mata'un qalil, përjetim mashtrues, përjetim kalues, knatësi shumë pak. Knatësi shumë pak, kurse përgjithësitë janë shumë dhaja. Pse është kështu? Për shkak se dunjaja është vend i punës, nuk është vend i shpërblimeve, nuk është vend i knatësive, nuk është vend i përjetimeve, është vend ku duhet me punua. E njeriu kur është në punë, punësh, nuk kënaqet, lodhet. E kur pushon, kur e kthyn orarin e punës, shkon të shtëpia, ha, ushqet edhe pushon. Kështu na jena në punë tash. Orari i punës tonë sa është? 60 deri në 70 vjet. Dhe pas kësaj, përjetim, knatësi në varr për ata që vdesin jashtë shërbllokut, për ata që vdesin shërbllok drejt në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, knatësi dhe përjetime të pandalura. Dobia e dytë, apo mësimi i dytë që na jep kjo ngjarje, është se mohimi i begative të Allahut është prej shkaqeve të largimit të begative. Alhamdulillah. Mohimi i begative të Allahut, mos falenderimi i Allahut për begatit që ne ka dhënë, është shkak për mi humb begatit. Dhe e kundërta, falenderimi ndaj begative të Allahut është prej shkaqeve që më të shtu begatia. Është prej shkaqeve që më të shtu begatia. A keni vërejt çka i tha Iblisi Allahut subhanahu wa taala? Kur foli me Allahun xhelle xhelaluhu dhe kur i tha Allahut se kam i deviju të gjithë bijtë e Ademit alayhis salam, çka i tha fund? Wala tajidu aktharahum shakirin. Dhe shumicën e tyre s'kemi gjetë falënderues. Dhe shumicën e tyre s'kemi gjetë falënderues. Falënderimi ndaj begative të Allahut, falënderimi ndaj Allahut për begatitë që na ka dhënë neve, është çështje shumë e rëndësishme. Është çështje shumë e madhe. Sa është e madhe? Është prej shkaqeve që mos mi humb begatit. Është prej shkaqeve që më të ushtu begatit. Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Wala in shakartum la azidannakum." E në qoftë se ju falenderoni, Allahu tha: "Wala azidannakum." Ka ardhur me lamin e vërtetimit dhe me nunën e vërtetimit dhe na me të vërtet, pa pikë dyshimi, kena me ja ushtu juve. Na me të vërtet do t'ja ushtojmë juve. Falënderimin ndaj begative të Allahut subhanahu wa taala, çka kemi thënë, një prej pikave kryesore. Pse e përmendi këtë pikë dhe jo të tjera, për shkak se këtu e kemi me të madhet efektin. Është që begatit e Allahut me i shfrytzu aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Me qenë falenderues ndaj Allahut, do me thonë, e para, me pohu, me pranu se sendin që ti e ke, çka do kofta jo, është begati nga ana e Allahut ndaj teje. E dyta, me thonë alhamdulillah, me shqiptu me gjuhën tënde. E treta, me e shfrytzu aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Tash na sa dush mundemi thonë
Allahut faleminderit, alhamdulillah për shikimin që më ke dhënë, ama nëse shfrytëzojmë haram, se i na falendrojmë Allahun subhanallahu teala. Edhe nëse gjuha jon nuk ndalet se thon alhamdulillah për shikimin ton. Edhe tash krahaso çështje tjera, shikimi, dëgjimi, prekja, ecja, logjika jote, mendja jote, zemra jote, pasuria jote, familja jote, edhe kështu me radhë. Këshill ku pi shfrytëzojmë. Në qoftë se i shfrytëzojmë aty ku nuk është i kënaqur Allahut, Allahun nuk e kena falendruar Allahun subhanahu wa taala, edhe në qoftë se gjuha jon thot tan kohën alhamdulillah, alhamdulillah. Ka qenë një njeri sa detalista kanë qenë muslimanët e parë, se në detali kanë kështu çështjet, edhe kanë qenë të kujdesshëm ndaj Allahut subhanahu taala. Një njeri është fut për me kry nevojën në banjë dhe ka dalë jashtë. Ka thonë alhamdulillah, e ka barkën me dorë, ka thonë alhamdulillah që Allahu më ka mundsuar me kry nevojën vetë. Se ka mundësi dikush nuk ka mundësi me kry vetë, du të me ndihmu bashortja ose nana e tij. Na nuk e mendojnë asnjëherë këtë. Ka qenë Ibn Simak me një prej mbretërve, edhe i ka thonë mbreti, bjerëm pak ujë të ftoftë. Ibn Simak e ka pru ujë në ftoftë edhe e ka pru, e ka thonë. Duke ja thonë, e ka thonë, më ta bëni pyetje. Ka thonë urdhno. Ka thonë, sa kishe dhënë për pasurisë për me të dhënë kjo ujë, që se ta kishë ndalu dikush. Thonë, gjysmën e pasurisë e kisha dhënë. E kisha dhënë gjysmën për këtë gotë ujë. Ka thonë, marrë edhe një pyetje tjetër, ka thonë, po urdhno. Ka thonë, në qoftë se këtë ujë e pi, dhe të pengohet dalja këtij ujit jashtë, sa kishe dhënë për me nxjerr jashtë? Kisha dhënë këtë pasuri. Tha, mjerim për atë pasuri e cila nuk kushton sa një gotë ujë. Mjerim për atë pasuri e cila nuk kushton sa një gotë ujë. Çka që pasuria jote? Një gotë ujë. Një gotë për me, një gjysmë e pasurisë për me pi, edhe gjysmën tjetër për me nxjerr jashtë. Pse? Se e para ka mundësi se s'ka mundësi me pi. E dyta ka mundësi me pi, po s'mundesh me nxjerr. Parmendo na që e pim dhe nxjerrim dhe simi këto probleme, po sa ti që ka sprovu Allahu subhanahu wa taala, sa na falendrues ndaj Allahu subhanahu wa taala. Veç për këtë meselë. Veç për këtë meselë, po ku ushqimi, po ku janë çështje tjera, po ku shikimi, po ku dëgjimi, po ku janë begati tjera të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu më radh. Po ku janë e cekëm ligjerat, po ku janë begatit e Allahut në trupin tonë, që thamë për nyjet, për çdo nyje që kemi në trupin tonë, për çdo asht të vogël që kemi në trupin tonë, do të më dhënë sadaka, sa e falënderojmë Allahun subhanahu wa taala. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 2 rekate namazit duhas, është kompenzim sadakaje për çdo nyje që ka në trupin tanë. Qëre e lehtë është që mi livrit to. Për neve është lehtë, po vetë dikant që e ka pkut nervin, së në livrit. E për këtë lëvizje duhet me dhënë sadaka për ditë. Sahabët i thanë, Rasulullah, po kush ka mundësi me dhënë sadaka ka të shumë? Zë shumë janë për ditë 360 nyje. Tha shumë 360 nyje, apo 360 extra shpjegim tjetër, ku çish mi dhënë shumë? Tha pejgamberi sallallahu alhamdulillah sadaka, subhanallah sadaka, Allahu akbar sadaka, la ilaha illallah sadaka, la hawla wala quwwata illa billah sadaka, urdhën të mirë sadaka, ndalimin nga keqja sadaka, me akthy selam dikujt në sadaka, me i dhënë selam dikujt në sadaka, edhe kështu me radhë. E ka shikej këtyre punëve, 2 rekat namaz të namazit të duhas i kompenzon çka sadaka. Me 2 rekat e ke falendëruar Allahun për këto nyje që ti kanë lehtësuar tyje me hecë dhe me zhvillimin tonë. Kur e kena fal namazin e duhas për sundet. Çka që na falendëros? Para kësaj, para shumë një pyetje tjetër. A e dina çka namazet duhas ajo? 2 rekat namaz masi të lindë dielli. Masi të lindë dielli ngritet sa një shtis. Do kon 15-20 minuta pas lindjes së diellit, edhe ky namaz është legjitim deri para dreke. Kjo është quhet namaz. Namazi duhas në vende caktuar ka emra të ndryshëm. Shuruki, më një herë kur të falet duhaja pak më vonë kanë 7:30, 8:30, edhe salatul awabin dikun
kanë 11, që atëherë kur është mas zort, kur është njëri tallavit me punë të kësaj dunjaje, çatëherë milon punë, më fal dorë çat, falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sa e bojmë? Nuk e bën. Tash, nëse nuk e bëjmë këtë për këto nyjet, për 360, as për shikimin se bëjmë shumë falënderimin, as për dëgjimin, as për begatin, as për pasurinë, edhe kështu me radhë. Mirpo, le ta dinë që mos falënderimi ndaj Allahut për begatit që na i ka dhënë është prej shkaqeve të humbjes së begatisë. Allahu na ruaj. Është prej shkaqeve të humbjes së begatisë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E treta, mësimi i tretë është vlera e sadakas. Vlera e sadakas. E i treti tha, merr sa dush. Merr sa dush. Ata dy të partë i thanë, ja, kena shikuar, kena argjime shumë, valla shumë argjime kena syna me dhon. Jo, do të pagu DDV, do të pagu punëtorët, jo kët, jo atë, kur ta kish fund thot, na bismillah, çajë pesëtare as pas ke buk më anë. Çashtu ta vë punën biznesmeni sot zamanin ton, që dush mi thon, na pesëtare lor se mhalli pas ke punë. Ai fundi ka thon, o, me këtë Allah më ka dhënë me s'kom pas kohë, s'kom pas. Merr sa dush, kaloj het. Kan thon dietarët, kopracia e çon njeriu me gënjy, me rrejt. Kopraca, ai s'do me dhon, e tash për mos me dhon, duhet me filozofu diçka. Duhet me thon diçka, duhet marrë si duhet me diçka. Kopracia e çon njeriu në gënjeshtër. E gënjeshtra e çon zë xhenemit, Allahu na ruaj. Gënjeshtra e çon zë xhenemit, Allahu na ruaj. Tha Allahu subhanahu wa taala: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shembulli atij i cili jep në rrugën e Allahut është sikur shembulli i një fare hedhur në tokë, prej saj dalin 7 kallaj në çdo secilin ka nga 100 koka, nga 100 fara, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allahu ja shton kuna don, dikujt na pa kufi. Një jep pa kufi shurtet e Allah subhanahu wa taala. E kur t'japim çka tha Allahu xhela xhelaluhu në faqen tjetër të surës Bekare, tha dhe kur t'jepni, mos këshirni me dhon atë të cilën në qoftë se u japin juve këshin marrë me fytyrë të prisht. Men, shu Allah thot, kur t'jepsh diçka për Allah, të në dhon për hirtë Allah, mos jep atë të cilën nëse ta japin ty çat njëjtën, e këshe marrë ma hajde inshallah. S'bën qefi. Mos i jep ato patika për shembull që i ki majt 2 vjet, edhe sa s'janë shkoç edhe pak çato më i dhon. Me t'i dhon të kushtuj ato, e prishtirë më. Me di që ai ka një par tjera të mira, e si jep ato për të jep të tjerat, i merr ama e prishtirë. Allah thot, mos i jepni kështu, mos i dhgjedhni këto më të këqijat më i dhon. Jepeni më të mirën sa Allahu ju shton. Jepeni atë që është më e dashur për ju, sa Allahu ju shton. Mos u tuti fukallëkët. Nuk mundesh më ushtyti me Allahun xhel xhelaluhu. S'mundesh ti më ushtim me Allahun subhanallahu. Nëse ti jep dikujt në mendon që ti Allahu s'jepa, provoje. Provoje kira me këshill. Jep me një normal, me një sinqert. Provoje kira me këshill. E dëshmuar është kjo. Pse është dëshmuar? Sa Allahu ka thonë, në qoftë se ju falenderoni, na kena më ushtuar. E një prej mënyrave më të mira të falënderimit të Allahut për begatitë që ne ka dhënë është ato begati me i shfrytzuar aty ku është i kënaqur Allahu. Aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Lutem Allahun inshallah të na i falë mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.